Qartë. Përpara se të futesha në transmetim, pa dhe mundësi që të dëgjoj një pjesë të fjalimit tënd në hapje të një prej protestave zhvilluara në sheshin përpara kryeministrisë, edhe flisje për analistët, për gazetarët cilët mundohen që t'japin opinion, të analizojnë situatën politike në vend. Edhe më ngacmoi një moment kur the kush i frymëzoi në 90-ën kur linda unë, të gjitha ata njerëz, ka ardhur momenti është mbushur kupa the që të çohemi etj. Po prap analistët thonë se Partia Demokratike nuk frymëzon. Protesta që nuk është organizuar prej saj, me sa duket i ka dhënë të drejtë. Në këtë pikë dua të pyes, çfarë mekanizmash duhet të vendos në punë Partia Demokratike që qytetarët të frymëzohen prej saj edhe të kenë besimin? Ai fjalimi ka qenë i fillimit të këtij viti në protestën e parë të këtij grupi të Partisë Demokratike dhe pas ka qenë pak si profetik sepse ndodhi ajo që unë bëra thirrje aty për atë protestën e vitit 90, ndodhi tani në qershor që ka qenë aq e madhe. Për analistët nuk i ka nuk duhet të bësh koment për analistët. Një fjali do të them. I ka rënë alibia analistëve që njerëzit nuk dalin sepse nuk frymëzon opozita, sepse njerëzit, ata kanë thënë gjithkohës që kjo është arsyeja që nuk dalin dhe ka gjithë fajin opozita. Ja që na doli që njerëzit dilkan edhe pa frymëzimin e opozitës. Pra, faj në thojza, pas ka qenë të njerëzit që nuk e gjenin frymëzimin te vetja, po prisin ta gjenin nga diku tjetër. Të gjithë do ta gjejnë frymëzimin te vetja dhe te arsyeja për cilën ti proteston. Në momentin që ti e gjen. Opozita bën rotacion. Tani, po s'patën besim dhe opozita ka një gjë që shkon. Opozita të ofron alternativë konkrete. Dhe opozita PD-ja është vetmja sot që ofron një alternativë konkrete. Me të metat apo të mirat e veta, kjo diskutohet se çdo njeri ka opinion e vet dhe shumë i gjerë. Por alternativë konkrete për zgjidhje ofron vetëm Partia Demokratike për shkak se ka numrat e votave. Dhe gjithë kjo luftë bëhet në fakt në fund të ditës vetëm për atë votën dhe atë numrin e votave. Në qoftë se dikush një parti tjetër do ketë më shumë vota, ta mund me vota, ta mund me lëvizje politike. Partia Demokratike prodhon lëvizje politike, nuk prodhon vetëm fjalë, vetëm kritik. Partia Demokratike shkon në SPAK, i ka të gjitha kallëzimet, të gjitha denoncimet që janë bërë sot për atë për cilën po protestojnë, arsyeja për cilën po protestojnë sot në shesh, janë të njëjtat arsye për cilat kemi protestuar edhe ne kaq vite, dhe ne qoftë Partia Demokratike, qoftë ne që kemi protestuar edhe më herët, dhe të gjitha ato denoncimet mos harrohen nga i kanë ardhur nga Partia Demokratike, dhe të gjithë lëvizjet që SPAK-u bën, i bën në bazë të kallëzimeve që i ka dorëzuar Partia Demokratike. Këto janë lëvizje politike. Edhe ata të huaj që sot mbështesin protestën, janë para përgatitur në kohë nga Partia Demokratike. Pse nuk i mbledh Partia Demokratike ata njerëzit aty? Se këtu ka një gjë që shkon. Jam dakord me ju. Madje edhe kërkesat që janë bërë nga organizatorët janë artikuluar prej muajsh, prej vitesh, jam dëshmitar nga Partia Demokratike. Unë jam dakord, do të thënë është fakt që Partia Demokratike ka nxjerrë një numër shumë të konsiderueshëm njerëzish, kjo duhet të them, por nuk ka nxjerrë aq sa ka nxjerrë kjo protestë. Është pa diskutim, këtu kanë dalë njerëzit që edhe mund të ketë nxjerrë, por nuk kanë qenë konsekuente siç janë sot, në ditën e 50 gati. Konsekuente kanë qenë, se kanë qenë 333 ditë te rruga Mustafa